Ju keni humbur vëllain në atë tragjedi? Vllajin, gjyshin, nusën e xhajas. Kuptoj. Ata ishin pranë fabrikës në ato momente? Arritët të qartësonit më vonë rrethanat? Vllai ka qenë duke luajtur me bicikletën time. Atë ditë pasi unë isha ndurës, thash që ka marrë bicikletën pa leje në shtëpi dhe ka dalë të luaj, ku ka qenë afër repartit dhe vala e shpërthimit e ka djegur në masën 70%. Gjyshi nuk ka mundur të dalë dot nga krateri, ndërsa nusa e xhajes është gjetur e ndarë në dyshen nga një prell. Kanë qenë besoj momente shumë të vështira. Patjetër. Sot kanë kaluar plot 18 vite, gati 2 dekada nga tragjedia ku dhe ju keni humbur disa pjesëtar të familjes, 26 persona në total humbën jetën atë kohë. Si mendoni se ka vepruar drejtësia, si keni parë angazhimin e shtetit, e drejtësisë për ta zbardhur dhe për të vënë përpara përgjegjësisë autorët? Ka patur një hetim penal të prokurorisë të asekohet në vitin 2009, që ku ka përfunduar dhe hetimet që është komunikuar akuza. Sigurisht që dënimet kanë qenë qesharake, më pas nga gjykatat penale, por ka patur edhe nga ato vendime që kanë mbyllur proceset për shkak të imunitetit. Në thelb, drejtësia shqiptare ka dështuar të vendosi drejtësi për Gërdecin dhe ne prandaj jemi dyerve të gjykatave, prokurorive,